Në fuqi ndryshimet në ligjin për policinë e shtetit, të cilat prekën mënyrën e organizimit të strukturave drejtuese, emërimet në nivele drejtuese të policisë, si dhe sistemin e gradave. Një nga ndryshimet kryesore lidhet me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Me ligjin e ri, pas përfundimit të detyrës, ai mund të rikthehet sërish në radhë të uniformave blu, por nuk mund të riemërohet në postin e drejtorit të përgjithshëm. Pas largimit nga detyra, kryepolici nuk del automatikisht nga sistemi, por vazhdon karrierën pranë uniformave blu me gradën drejtues i parë, duke shërbyer në role të tjera si këshillues apo pedagog në Akademinë e Sigurisë. Ky parashikim ndryshon nga ligji më parshëm, i cili përcaktonte se drejtori i përgjithshëm pas përfundimit të mandatit nuk mund të rikthehej në strukturën drejtuese. Ligji i ri sjell ndryshime edhe në sistemin e gradave të policisë së shtetit, duke rishikuar mënyrën e organizimit dhe funksionimit të tyre. Afati për kalimin nga grada komisar në kryekomisar dhe nga kryekomisar në drejtues ul nga 5 në 4 vite, me argumentin se punonjësit që japin rezultate mund të presin gjatë vetëm për shkak të procedurave formale. Po ashtu, drejtori i përgjithshëm i policisë do të ketë të drejtën të japë ngritje në grad edhe para afatit në raste të veçanta, për efektiv që dallohen për akte heroike apo rezultate të larta në luftën kundër krimit. Një tretë ndryshim i rëndësishëm lidhet me emërimin e shefave të komisariateve dhe drejtorive. Sipas ndryshimeve të reja, emërimet do të kryhen sërish nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ndryshime nga më herët që emërimet bëheshin pas fazës konkurruese të zyrtarëve që garonin në këto poste. Ndryshimet e reja synojnë të përcaktojnë një tjetër mënyrë organizimi të strukturave dhe të funksioneve drejtuese brenda policisë së shtetit.